Selamu alaikum, që Allah në të rumë. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. O Gjekra, mirë se ke ardhë, granit vëllah, mirë se keni ardhë, Zotë ju shpërbleft, këtë ditë madhe, pa fje dyshimi, gjdo ditë e mujtë shenjtë Ramazan është ditë e madhe, ditë e veçantë, historinë e vete. Allah ju shpërbleft, ja Rabbil Alemin, po besoj që koha veç ka ardhë me bismillah, për janë nisëm iftarit. Bismillahirrahmanirrahim. Po Gjekram, që është përkalen mujnë në Ramazanit? Wallahi, ka një herë të shkon menja, sikuraj që ka thonë, po lypi me shku të mjeku i veshve se s'peni Ramazanin. Realisht ne përjetojmë Ramazanin, elhamdulillah, jemi një kohë ku dita është relativisht e shkurt, koha është e freskët, edhe si i këtil Ramazanin nuk ka në ngarkes, në lodhje, as në aspektin e urisë, e të etjes pas edhe të lodhjes ditore, kështu që si gjithherë na lëvdohemi, edhe kur është gjatë verës, edhe kur është gjatë dimit, lëvdohemi që po kalojmë mirë. Kjo është mirësia e Allahut fuqiplot. Po që Fatmir, qysh po e përjeton Ramazanin edhe xhamati këto dhe qysh e ke pati këtë muj të bekum të Ramazan? Është një muj për të cilën jemi shumë krenar që Allahu Azza wa Jall me të vërtetë na ka përzgjedhur. Ne shqiptarët jemi të lidhur emocionalisht, madje edhe historikisht, për shkak se të gjitha fitoret tona, qofshin nivel kombëtar, gjithsesi edhe ato fetar, lidhen me mujt e shejt, me mujin e shejt Ramazan. E falenderojmë Allahun, një atmosferë imanore, një atmosferë bukur, një disiplinë, të gjithë njerëzit tanë, pavarësisht niveli fetarisë tyre, kanë hisën këtë muj. Zoti inshallah na pranon. Jemi të shumë të kënaqur. E kemi po që në Ramazan ndryshon atmosfera në krejt qytetet e Kosovës. Qa kishim mujt me na thonë për Mitrovicën? Çka ndron Mitrovicë? Çka e veçon Mitrovicën është prej qyteteve tjera në mujin e madhreshëm të Ramazanit? Për Mitrovicën, ana ke kallzuju najse. Atmosfera është diçka interesante, nuk ndodh vetëm në Mitrovicë, nuk ndodh vetëm në Kosovë. Unë mendoj që komplet gjithësia e përjeton një ndryshim të atmosferës kur vjen Ramazani. Besoj që është ai efekti hapjes dyrëve të xhennetit, e mbylljes dyrëve të xhenemit, e prangosjes shejtanëve e kështu me radhë, dhe pastaj në secilin vend ka hise një reflektim i mirë dhe pozitiv në këtë aspekt. Na duke qenë se edhe unë edhe Hoxha Fatmir kemi lindë dhe jemi rritë Mitrovicë, edhe mund të jemi edhe subjektive, kemi një dashni edhe një vlerësim më të veçantë për vendin tonë, s'është mungesë respekti për vendet tjera, as qytetet tjera të Kosovës. Po këtu dyqysh njeriu ndihet shumë mirë dhe atmosfera e Ramazanit për një mend është e vrejtshme. Nuk ka mundësi dikush me ardhur në Mitrovicë, e lemo ata që jetojnë këtu, e mos me pa se Ramazani e ka një frymë, e ka një aromë. Ajo vrejet nga perspektiva të ndryshme. Nëse shkojmë nga një këndvështrim pak më i ngushtë fetar, praktika fetare, e vrejmë se agjerimi është prezent të njerëzit, si rrjedhoj pak njerëz sheh ditën të hangër edhe të pi, ose të pi duhan haptazi. Mbasi mund të ketë njerëz që nuk agjerojnë, edhe sigurisht ka, mund të ketë edhe njerëz që me arsye nuk agjerojnë, po megjithatë në përgjithësi është ajo kultura që ruhen njerëzit mos me dal haptazi me mos agjerim. Pastaj kur të shkojsh në xhami, e që Mitrovica tani me rrethini ka 35 xhami, për dallim me pas luftën që e ka pas 1/3 e këtij numri, do të thonë dikon 12-13, vrenë se të gjitha xhamit janë të mbushura me namazli. Kjo nuk është jashtë Ramazanit, po menoj mundet njëri me fitu një përshtypje, me thonë në Mitrovicë po u falë kanë shumë. Jo, në Ramazan falen shumë, elhamdulillah. Edhe e vrenë se është një prezencë e njerëzve, edhe prapë për këte kisha më ju referu asaj që thamë në fillim, asaj atmosferës e cila është si atmosferë e përgjithshme. Edhe ajo në një plan, me thonë shoqëror, ose të asaj sjelljes shoqërore është interesant se një 3-4 minuta para iftarit njeri të gjallë në rrugë nuk sheh. Të gjithë realisht para asaj radhët e gjata në përfura për të marrë pitalka ose bukë për iftar, edhe pak para iftarit do më thonë njeri të gjallë nuk sheh deri një 15 minuta masi të ketë thirrë ezani i akşamit, e vrenë se Ramazani e ka edhe një prezencë në jetën shoqërore të Mitrovicasve. Shkurtimisht që kjo është ajo përshkrimi i atmosferës. Po që Fatmir e di që ti e kini dashni të veçante të posaçme me thonë për Shqipolin. A ne kishim mujt me na tregu këtë që është atmosfera Ramazanit? Pa fje dyshime dhe Shqipoli si një prej lagjeve më e madhja në
tërë qytetin e Mitrovicës, për shkak se qyteti i Mitrovicës me të vërtetë është një qytet shumë i madh, edhe falenderojmë Zotin që atmosfera këtu në lagjen, unë e quaj Shqipël Cityn, për nga dashnia dhe për nga admirimi për vendbanimin tim, është një atmosferë shumë emocionale, shumë e mirë, është një sinkronizim mes qytetarëve të saj, se si vinë edhe prezentojnë, frekuentojnë njerëzit në për xhami, që tha dhe Hoxha Akram. Gjithsesi edhe humanizmi, edhe dora solidaritetit është shumë e theksuar në këto ditë, në këto net. Pastaj është shumë interesant se edhe njerëzit të tjerë për nga shtresat e tyne, ka cilët solidarizohen. Tash e kisha një rast, me të vërtetë është rast social, mirë po tha Hoxha, a bën tha dhe na që e pranojmë sadakatul fitrin, edhe sadakën e njerëzve edhe na me dhonë sadak. Thash po gjithsesi, edhe erdhë edhe ma uroj muajin e shejt Ramazan me gjys kilo çaj. Ishte vërtet, ishte kënaqësi, aja ana simbolike e tij. E falenderoj Allahun, inshallah Zoti jep shëndet të kuvet gjithë njerëzve tanë, me të vërtet jemi shumë të kënaqur. Madje Mitrovica ka edhe një dallim për nga qytetet e tjera, është theksuar edhe nëpër media se të gjitha lokalet, të gjitha dyqanet, e kam fjalën kafeterit, domethënë e kanë ndërprej shërbimin e zakonisht edhe në veçanti që është e veçuar në Mitrovicë në muajin e shejt Ramazan, për hatër të muajit shejt Ramazan, edhe ata të cilët e përdorin madje edhe nëpër lokalet tyre e kanë të ndaluar. Kjo ka ardhur si rrjedhoj e bindjes edhe dashnisë për muajin e shejt Ramazan, pa imponime apo të ngjashme. Ne po flasim për atmosferën e Ramazanit, mirë po është një natë e veçantë që kemi po që bon shumë besimtarë që i shtojnë adhurimet. Që na tregon Hoxha Akram, Ramazan mbushin xhamiat, po në një natë posaçme, në natën e Kadrit, i mbushin xhamiat edhe oborret e xhamiave. Hoxha kishte mujt më na tregu ç'është e veçantë e kësaj natë për ata që nuk e dinë. Pse ton ky mundim, nëse mund me shoj mundim i besimtarëve për me provu me gjetë këtë datë edhe me bo sa më shumë ibadete këtë datë të veçuar. Po sigurisht për një arsye të thjeshtë shumë. Ajo është se Allahu Ramazanin komplet e kalon, e ka bo një pako të mirësive të panumërta. Aty ka shumë dhurata, mirë po në mesin e gjithë aty në dhuratave është një super premi, është një super shpërblim, që është nata e Kadrit. Edhe është shumë normale se njeriu për nga natyra është lakmues i të mirës. Madje edhe te e mira është i pangopon. Edhe na kemi angazhim gjatë gjithë Ramazanit edhe besojmë që fitojmë shumë me rahmetin e Allahut gjithsesi, mirë po kur përmendet nata e Kadrit, të gjithë besimtarëve ju xizllojnë sytë se lypin shpërblim pak më të madh dhe është për një mend është angazhim që i avlen. Kur e kemi parasysh veç faktin që Allah i madhruar e jep, si më thonë, një përshkrim të thjesht vlerë e cila i te i kalon vlerën e 1000 muajve pa këtë natë, unë mendoj se nuk ka njeri të mençur, nuk ka besimtar të mençur i cili do të pranonte që atë natë me e kalun në përtaci ose në dembeli ose në pasivitet. Pastaj kur e kemi parasysh se kjo natë ndodhet në 10-shën e fundit, pra në 3-ën e fundit të Ramazanit, e në netët tek, rritet zelli i besimtarëve me e kërkun ato net edhe në një farë mënyre e shohim se me potencialin e plot të energjisë besimtarët e kërkojnë këtë natë në këto net të fundit të Ramazanit. Kjo është gjë e mirë shumë, padyshim për arsye se Ramazani me gjithë ato mirësi, me gjithë ato dhurata, nuk është mundësi thjesht vetëm me përfitu sevapet e ahiretit. Nuk janë të pavlefshme, janë shumë të vlefshme, po Ramazani ka përfitime edhe të përbotshme, që është devotshmëria, një prej të arriturave kryesore, është e gjendja e përmirësimit, gjendja e rregullimit e ndreqjes që e përjeton besimtari, e që mos Ramazanit vazhdon me kon i mirë në një nivel më të avancuar se çka ka qenë. Hoxha Fatmir, a kisha mujt më na thonë 2 fjalë për natën e Kadrit? Gjithsesi, për natën e Kadrit, derisa vlera e saj është sa 1000 muaj që i bie me përkthy 83 vite pa ndërprej lexim Kur'anit, 83 vite pa ndërprej agjerim, 83 vite solidaritet, 83 vite. Domthonë është një mundësi shumë e madhe me fitu, po është nota e caktimeve që neve na caktuan fatet tona, caktohet mundësia, risku, dashuria, respekti, ngritja, rizgjimi këtij populli drejt rrugtimit tonë të përbashkët, drejt kënaqësive të Zotit të Madh. Por çka shumë e veçantë, prezenca e madhe në tokë
e melekëve të Allahut. E në krye me ta më i madhi i melekëve kush tjetër pos Xhibrili a.s. që për neve është veç prezenca e tyre, është motivacion për ibadet. Sa shtot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një pllom e ka zgjat domon shuplakën e tij, ka thonë sa një pllom nuk ka vend e që nuk ka melek, të cilët vinë, edhe çka shumë është interesant, melekt nuk dinë me lexu fjalën e Allahut, por e ndëgjojnë edhe na motivojnë neve. Ata e dinë Kur'anin, por kënaqësia e tyre kur e ndëgjojnë për neve. Po Zotin, a ka përjetim, a ka kënaqësi më e madhe se sa ti e lexon fjalën e Allahut azza wa jall, qoftë në namaz apo jashtë atij, edhe të njëjtën kohë e din se melekt e afër ti, e afër tyre ata janë audienca jote. Ata janë audienca jonë, ata neve na dëgjojnë, ata neve na përcjellin. Para mendoni botë pa mëkate, komplet të zbritur mbi qiellit, me melekun kryesor, melekun Xhibril, vinë edhe e motivojnë këtë besimtar se në rrugë të mbarë, pavarësisht sfidave dhe fortunave, për çfarë do natyre qofshin ato, qëndroni besimtar, sa ajo që është premtu, jo është realizu, vetëm edhe pak. Vinë ngojnë mulla Fatmirin të viprit xhamatit Shqipolit namaz taravive me laçet. Kjo është për një me arritën e madhe. Allahu akbar. Elus Allahun e madh me na lehtësu, edhe paqja, dashuria, tamam çuçi ka përshkruar Allahu atë natë të bekuar, që është me plot paqe, mi përshkruaj madje edhe zonat e krizës, vëllezërit dhe motrat tona që janë gjendje shumë të rëndë. Inshallah Zoti me rahmetin e tij e triumfon paqen dhe drejtësinë, pavarësisht dhe pa dallim, se ne jemi rob të Allahut dhe jemi falënderues për këto mësime madhështore që na i ka dhënë Zoti, e ne si popull i kemi adaptuar formë dhe mënyrë më të mirë të mundshme. Sa janë pranë hoxhallarëve, provoj mos me harru një pyetje. Çush i kishë këshillu një person që halo nuk agjeron? Halo është larg agjerimit. Ndoshta nuk e ka kuptuar akoma, nuk ja din rëndësinë. Cila është ajo këshilla që ju ja kishë përcjell aty? Unë menoj që janë disa gjana që do të mi pas parasysh. Sikur të ishim para Ramazanit, sigurisht që këshilla do të ishte ndryshe, do t'i thonim provo. Provo se nuk keme vdek agjerushëm. Po menoj, s'kime vdek prej agjerimit, që mundet me vdek njëri agjerushëm, edhe sigurisht që është mirësi e madhe. Po nëse, derisa jemi në Ramazan, edhe kanë kalu ma pjesa dërmuse e ditëve, prapi thejmi provo. Po këtu pastaj do të me bo edhe një këshill tjetër, njeriu mbase futet në Ramazan me hamendje dhe e mashtron shejtani dhe s'fillon me agjeru. Po ndoshta ka mesi Ramazanit i mushët menja, me thonë hajtë ja filloj, mirë po shejtanit që pengon. E pengon i thot, si se keni s'pej fillimit, tashma është e kotë, do të me thonë jo. Natën e fundit, nëse të shkon mendja, fillo. Agjeroj natën e fundit, para asaj. Më thonë fillo për arsye se është shumë e nevojshme ta kemi parasysh se Zoti i gjithësisë në asnjë moment nuk ta mbyll derën. Do thonë është njeriu ai i cili ja mbyll vetes derën, ndërsa Zoti kur nuk ja mbyll derën. Një njeri i cili ka forcë dhe rezistencë fizike me përballu agjerimin, është gjëna mos me provu. Edhe jam shumë i bindur që ai i cili ka besim, e ka një bazë të besimit, e ka një rrojë të besimit. Nga frika s'ka fillu me agjeru, nga përtatësia, nga çka do të qoftë. Nëse agjeron një ditë, ai s'ka me elon agjerimin. Jam shumë i bindur, e marr me garanci këtë punë, nuk ka me elon agjerimin. Mirë po, çka me i bas ai frikës që njerëzit zakonisht e kanë nga gjonat e paprovume, nga gjonat e panjoftuna. Kështu që ai i cili mundet me agjeru, do të me provu, i avlen. E kom përmend një ditë, janë disa njerëz, pa qenë besimtar fare, agjerojnë të u solidarizu me miqtë e tyre besimtar. Dëgjojmë rastet përditshme. Edhe unë menoj se edhe ai e përjeton një kënaqësi të agjerimit, edhe ai konsideron se është duke bërë diçka që e ka një vlerë të veçantë, një fisnikrim shpirtëror. Edhe mo ky që e ka imanin edhe e ka besimin, gjuna është me elon atë iman që është baza e gjitha të mirave, pa e konfirmu edhe pa ja ngrit shtyllën e agjerimit. Kur e ka shtyllën e agjerimit, pa ja bashkangjit edhe shtyllën e namazit, edhe shtyllën e bamirësisë, zeqati e të ngjashme. Me një fjalë me e kompletu vetën për arsye se manifestimi i imanit është i gjithanshëm në jetën praktike. Për fjalëve që i ndëgjoj për hoxhës Ekram, pa fije dyshimi,
e nxjerrin një urtësi shumë të madhe. Shejtani, i cili është armiku ju një përgjithshëm edhe i përbashkët, shumë është interesant, edhe i përbetuar në njëjtën kohë, shumë është interesant e ka një strategji të jashtëzakonshme. Ai njeriu ja din pikën e dopt, sepse njeriu ka qef perfekcion. Edhe tash e thot njeriu ti se ke fillu fillim, pse pa e fillon? A shumë është interesant metoda hynore e Allahut. Allahu e don me pa prej neve gatishmërinë edhe përpjekjen. Thot Zoti me Kur'an, "Walladhina jahadu fina." Ata që japin përpjekje mund, këto Zoti pe lyp për neve. Kjo është shkolla stërvitjes të këtij mundimi, kësaj përpjekje, e cila i përgjigjet 100% intuitës njeriut. Nuk është diçka që duhet me bot jashtëzakonshme për me arrit këtë përpjekje. Jepi ti pak, Allahu shumë. Ti pak, Zoti shumë. Hoqë një përvojë jetësore që qoftë që lidhet me Ramazan ose jashtë Ramazanit, që kështë dashtë me nda me publikun? Jo, derisa jemi në këtë atmosferë të Ramazanit, kisha thonë të mos dalim jashtë do më thonë ambienteve të Ramazanit. Përvojat janë të lloj-llojshme. Ne, elhamdulillah, qysh në moshë të hershme, rrjedhin nga një familje fetare dhe nuk e majnë mend, por një mend nuk e majnë mend kur kam fillu me agjeru. Tash jam gati 54 vjeçar, në 33 vite, djellori janë 34 Ramazana, kështu që mi bëhe sapi, kam sigurisht një afër 45 Ramazana të agjeru. Se i kam unë në 45 vjetë. Alhamdulillah. Po du të them se Ramazani është shumë prezent në jetën time. Masandej e kam kalu Ramazanin në periudat ndryshme të jetës. Si fillorist, pastaj si medresist. Si medresist edhe unë edhe Mulla Fatmire e kemi mri atë kohën kur në trevat tona janë organizu fshatrat për të marrë imam, se janë mbledh me i falë taravit bashkë edhe aty ku s'kam pas xhami, në për odat ndryshme. Edhe kanë morë hoxhën një muj ditë, ka flet në përshpijat njerëzve, është ushqynë shtëpijat tyne dhe janë falë në për odat taravit. Edhe aty kemi përvoja të mrekullueshme. Elhamdulillah, për neve kanë qenë në Breslanse edhe vazhdojnë të jenë të këtilla. Ka humb kjo traditë, gjithsesi se kanë humb odat, janë bo xhamine për fshatra edhe ato generatat brezat me 25-30 vjetë po ndryshojnë edhe mentalitetet, globalizimi pastaj e ka bo edhe ndikimin e vetë. Dhe më thonë, Ramazan si medresist, pastaj Ramazan si student në Medine, që atmosfera e Ramazanit në Medine më është veç do të me u përjetu, nuk mundet me u përshkru. Pastaj kom Ramazan në luft, kom Ramazan në burg, kom Ramazan në pace. Ramazan në luft, hoqë. Po është diçka shumë interesante që gjeneratëri nuk e din, nuk e njeh. Çka po du me thonë, Ramazani është i mirë në të gjitha rrethanat. Edhe në çdo rrethon e ka atë ndikimin e vet pozitiv. Disa njerëz mendojnë gabimisht se kur ja xherushëm do të më flet gjithë ditën. Harrojnë se historikisht punë më të mëdha janë kryer në Ramazan. Edhe arritjet më të mëdha në Ramazan, po edhe në luftë edhe në paqe, prap mëshira e Allahut më së tepërmi ka zbrit në Ramazan, edhe dua të them se Ramazanin të gjitha rrethanat e ka atë shijen e vet, duke e pas parasysh një gjë që është teknike tash çka po du me thonë, po është e rëndësishme shumë. Me pas nevojë me u bogati për një betejë, e është Ramazan, a do të më shty betejën a agjerimin? Shtynë agjerimin, zbohet nami mos me agjeru. Ose lej luftën, me qenë Ramazani në kushtet më të mira, po duke kalua for një lume, e sheni njeri duke u mbyt. Tash ti mund është me konë një notar shumë i shkaft, po thu nëse futëm në ujë e prishin gjinimin, ama atje jeta e njeriut apo rrezikohet, çka me bo? S'do të me u hamend. Ramazani, agjerimi me njëherë bjen, jeta e njeriut ka përparësi. Agjerimin mund është gjithmonë me e ba. Për një smundje, për një vështirësi, për një komplikim, për një angazhim pak më specifik, për një punë që dikush do të me e kry, një mjek për shembull e ka një intervenim që gjatë ditës do të me u bë dhe i vyn koncentrim për koncentrim i vyn me kanë edhe i ngopon me ushqim edhe me pije me kështu me radhë. Lirisht mos të agjeron. Veç ai do të me pas me ndërgjegjjen e tij një gatishmëri për me i dhënë përgjigje Allahut, jo mu si hoxh. Unë ja nënshkruaj verdiktin, po nëse më ka keq përdor ai e bart përgjegjësinë.
Kështu që dua të them se agjerimi në asnjë mënyrë nuk duhet hiç, absolutisht nuk duhet me u bë pengesë në aktivitetet tona. Dua të them gjitha këto llojet edhe përjetimet e ndryshme të jetës që na kanë përplas gjithandej gjatë këtyre viteve, Ramazani ka qenë gjithmonë një freski e mirë, gjithmonë ka qenë një ambient edhe kur mbase lufta nuk është problemi i madh, burgu është sfidë më e rëndë, për shembull se e ki problem me menaxhu ushqimin. Po si. 3 Ramazana i kom kalu në burg, në kushte, domethënë 3 Ramazana me dallime të ndryshme, Po interesant është, domethënë kur duhesh me nda për shembull ushqimin pak me elon për syfyr, ato ditës me elon për iftar, masanej tjetrin apet për syfyr, apet për iftar, edhe vjen një moment ndihesh shumë i lumtur që në atë errësirë ke arrit prap me dëshmu se ti ka shumë adhuru Allahun fuqi plot. Një fjalë e mbaj mend që ma ka thonë personalisht komandanti legjendar Adem Jashari, Allah e mëshiroft. Me 22 janar 1998 ka qenë sulmi i parë të Jasharajt. Ka qenë Ramazan, është kështu më lafat mirë. Ka qenë Ramazan. Edhe ka qenë kotë syfyrit, unë e mas ditet i kun të koha i kindis, kom qenë nod të komandantit legjendar, kemi nejt, kemi bo muhabet, e kom fali kindin aty. Edhe po thot, më thanë shokët, prishe se luft jena. Realisht, edhe unë i kësha thonë prishe se jena në luft nëse agjerimi është duke të pengu me i kry aktivitetet e duhuna. Mirë po, në vërtet ata si kanë thonë prishe, po i ka thonë ndezën i cigare. A i ka thonë, unë jam gjinushën, edhe nuk kam problem me Zotin, kam problem me shkije që na kanë rënë qafë. Du të them se në situatat caktume, agjerimin nëse bëhet pengesh për një aktivitet, gjithnjë është zgjidhja emergjente, gjithnjë e ki një emergency exit. Por nëse thjesht veçpësohesh luft, nuk ke pse e prish agjerimin, për arsye se në gjendje të agjeruesit jemi afër Zotit edhe fitoria dhe ndihmja për krahja e tij mundet me qenë më e garantume. Hoq Fatmir, me dëshirë më të madhe po presim me ndëgju dhe prej teni përvojë jetësore. Që tha Hoxha Ekrem, s'po dolem heq për Ramazanit, por në Ramazan. Qysh e tha dhe Hoxha, në të kaluarën para luftës, si nxënës medreses, kemi zhvillu aktivitetet me falë taravit në për katunet e Kosovës. Une kam falë taravit në vitin 95, 96, 97, 98 krisi lufta dhe u presh ky rregull. 95-ën në fshatin në Tersten, në Shalë Bajgorës, 96 dhe 97, fshatin Gjurgjevik të vogël, komuna Klinës, atje, në Dugagjen. Shumë është interesant, për edhe një përvoj interesante që më ka ndodhë, që është hera parë që pesh palosi këto. Vërtet është hera parë që pesh palosin këtë mediumin të uj. 5-6-7, dikon 5-16 vjeqarë. Ashtë, pa fije dyshimi. Përëndohë la Fatmirin 5-16 vjeqarë, me setër, me kapot, hodë. Po, shumë e vërtet. Edhe shkoj une të plaku i katunit. Ku shkoj të plaku i katunit, atë ko, ose atë bot, ishte Ramazani, qështu, ko dimri, ishte bora, po dhejnë shok që të plestena. Kur shkoj, plaku i katunit, u gëzu shumë, se na kishëm sante taravi, edhe dikur ka syfyri kur qomi, subhanallah, u gëzu shumë aj, edhe po më thret për syfyr, tha Hoxha, Allah i tha na ka gëzu, tha shajli koft, tha bunari ka pron uj. U gëzu shumë, subhanallah. E falëm sa e hangërëm syfyrin, e falëm sabahin, ku po thret dikush të dyrt, o ramosh, ku po dalin, ja djali pe i mërgatës 15 vjetë si kishar. O, zot qa u gëzu, subhanallah. Edhe dikur, ku e falem drejken e qindin, po vinë ata fëmija vëcër për i dhujnë, o gjësh, lupa në kapil. Që ta përshay, Allah që shtë u kom. Edhe e gëzim i madhë, pashtë. Që shtë u kom. Për shkak që di vi që s'ku mujtë kur me kalëzu, për kalëzu qëtë. I përvojë pa dëgjume. Pa dëgjume, pasha zote, po. I ka malohë do tjerë. Jo që ka me viqë. Hoq Fatmir dhe Hoq Ekrem, falemderit shumë për shkak të muhabetit ju lash pa hongër buk. Ja na uftosh së gjuku vëllaj, a i likut. Kishëm vazhdu me bukna, Po, bismillah. edhe publikun e kishëm përshëndet me selam aleikum. Aleikum selam, Zoti inshallah e runë publikun, në runë edhe neve, edhe arrim knasinë e Allahut.
Faleminderit shumë që keni gjetë ku ju përgjigj ftesës e me ardhën konakun tim. Zoti vazhdo bereqet molla Fatmir, inshallah gjithmonë hajrën të mira takohemi. E mos na ftofet mishi, bismillah. Shënjestër.net